Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informimit, Mirlinda Karçanaj, zëvendësja e saj dhe disa zyrtarë të tjerë të institucionit janë paraqitur para ditën e së në ambientin e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të njohur me masat e sigurisë të caktuar ndaj tyre. Karçanaj ka mbërritur në GKO në shoqërinë e policisë, pasi ndaj saj është vendosur masa e sigurisë arrest në shtëpi. Vendimi vjen në kuadër të hetimeve të SPAK për një dosje të rëndë që lidhet me dyshime për manipulim të procedurave të tenderave publik në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. E shoqëruar nga avokati i saj mbrojtës, Karçanaj nuk ka dhënë asnjë deklaratë për mediat, pavarësisht interesit të lartë mbi akuzat e ngritura nga prokuroria e posaçme. Në të njëjtën mënyrë janë paraqitur në gjykatë edhe zëvendësja e saj, Hava Delibashi, si dhe zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, Erion Ismaili. Sipas SPAK, ndaj tyre është saktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi, ndërsa hetimet lidhen me mënyrën e dhënies së tenderave në AKSHI. Prokuroria e posaçme dyshon se zyrtarët kanë favorizuar subjekte të caktuara në shkelje të ligjit, duke dëmtuar konkurrencën dhe interesin publik. Përveç akuzave që lidhen me abuzimet me procedurat e prokurimit, SPAK bën me dije se personat nën hetim dyshohet se kanë vepruar si një grup i strukturuar kriminal në bashkëpunim me dy biznesmen. Hetimet vijojnë për të dokumentuar rolin e secilit të dyshuar dhe për të zbardhur të gjithë skemën e dyshuar të përfitimit palishëm.